Muaji korrik sjell fund sfidash dhe fillim qartësie për këto 3 shenja të horoskopit. Data 30 qershor 2025 shënon një moment kyç në kalendarin astrologjik. Pasi rreshtimi i rrallë mes Neptunit dhe Plutonit ndikon fuqishëm te 3 shenjat të zodiakut: Demi, Binjakët dhe Akrepi. Pas një periudhe të ngarkuar me sfida personale dhe emocionale, yjet sjellin lehtësim, qartësi dhe rimëkëmbje. Demi përfiton nga një ndjesje e thellë stabiliteti dhe sigurie. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ai arrin të shohë qartë qëllimet e tij afatgjata, ndërsa mbështetja e njerëzve përreth dhe vetbesimi e udhëheqin drejt një realiteti më të përmbushur. Binjakët përjetojnë një ngritje të ndjeshme në aspektin profesional dhe financiar. Fal këtij tranziti, ata arrin të dallojnë stresin e vërtet nga ai i panevojshëm, duke bërë zgjedhje më të mençura dhe duke krijuar një raport më të shëndetshëm me punën dhe veten. Akrepi, nga ana tjetër, liron emocionet e mbajtura brenda dhe largohet nga ndjenja e përhershme e ngarkesës emocionale. Ai kupton se nuk ka më nevojë të justifikohet apo të kënaqë të tjerët për të qenë në paqe me veten. Kjo e shënon fillimin e një faze më të ndritshme, me më shumë vetëdije dhe vendosmëri. Ky pozicion i mirall planetar pritet të sjellë ndikime pozitive edhe në javët që pasojnë, duke hapur një dritare të re mundësish dhe optimizmi për ata që kanë kaluar një periudhë të trazuar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.